Këshilli i Ministrave ka vendosur shpalljen zi kombëtare ditën e diel në nderim të Fatos Nanos, ish kryeministrit dhe një prej figurave më të rëndësishme të politikës shqiptare. Në respekt të kontributit të tij të çmuar në jetën publike dhe politike të vendit, në Pallatin e Kongreseve do të mbahen homazhet kombëtare duke nisur nga ora 8:30 deri në orën 11 për publikun dhe më pas nga ora 11:15 deri në 11:45 do të zhvillohen homazhe shtetërore si dhe nga personalitetet. Ndërkohë, ceremonia e lamtumirës do të mbahet në orën 12:05. Për organizimin e ceremonisë është ngritur një komision i posaçëm shtetëror në mbikëqyrjen e kryeministrit me përfaqësues nga institucionet kryesore shtetërore dhe të sigurisë. Ndërkohë, në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, flamuri kombëtar do të ulet në gjysmështizë. Në orën 12 të së dielës, në nderim të Fatos Nanos, do të ndërpriten të gjitha veprimtaritë dhe do të mbahet 1 minutë heshtje në mbar vendin.